Gjatë kësaj periudhe që përkon me pikun e sezonit turistik në urgjencën e Spitalit Rajonal të Gjirokastrës, është shënuar një rritje e ndjeshme e numrit të pacientëve. Çdo ditë paraqiten rreth 60 deri në 70 raste me simptoma të ndryshme, ku dominojnë infeksionet tipike të stinës, virozat si dhe problematikat kardiake. Fluksi i shtuar lidhet jo vetëm me temperaturat e larta, por edhe me praninë e madhe të vizitorëve. Sipas shefes së shërbimit të pranimit në urgjencë Jona Leka, gjatë kësaj periudhe janë regjistruar edhe raste të shumta nga turistë huaj që vizitojnë vendin tonë. Në urgjencën e Spitalit Rajonal Gjirokastrës është rritur numri rasteve me infeksionet që janë tipike në fakt të kësaj periudhe, që janë infeksionet që prekin traktin tretës, dua të them gastroenteritet, që janë me barkë të vjella, me temperaturë. Kjo mund të vi edhe si pasojë e konsumimit të ushqimeve jo cilësore, të marrë jashtë shtëpisë, po edhe si pasojë e virozave tipike që janë të kësaj periudhe. Janë situata shëndetësore të cilat zgjasin disa ditë, të cilat kërkojnë një 3-4 ditë terapi, por që zgjidhen me mjekimin e përshtatshëm, edhe që ndonjëherë kërkojnë edhe trajtim në urgjencë, si pasojë humbjes së lëngjeve, si pasojë humbjes së kriprave nga shfaqja, mënyra se si shfaqet kjo sëmundje që është me barke të vjella, dhe pamundësia e pacientëve për të konsumuar sa më shumë ushqim. Natyrisht që ka pasur raste të tjera. Problematikat e zemrës nuk kanë qenë të pakta, problemet e hipertensionit, problemet e aritmisë, të goditjeve në zemër, por është shtuar shumë edhe numri i rasteve me goditje në tru. Pjesa e sezonit turistik ka patur problematikat shoqëruese. Turistët ndonjëherë kanë shfaqur shpesh situata që prodhohen nga aktivitetet që ata realizojnë në përditshmërinë e turizmit, por që janë realizuar me sukses. Bluzat e bardha të Spitalit Rajonal të Gjirokastrës apelojnë për më shumë kujdes gjatë kësaj stine. Ata këshillojnë qytetarët dhe turistët që të shmangin ekspozimin në diell gjatë orëve të pikut, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe të tregojnë kujdes me ushqimin. Është një periudhë e vitit e cila mund të paraqesë shumë problematika që në fazat të tjera të vitit mund të kalohen më lehtë. Ndërkohë që temperaturat e larta ndonjëherë përkeqësojnë gjendjen e pacientëve, pavarësisht se situata e cila ka shkaktuar të gjithë sëmundjen mund të jetë jo madhore. E rëndësishme është të paraqitet ndonjëherë te mjeku i familjes, dhe në qoftë se situata nuk dominohet, patjetër në spital për kontrolle të mëtejshme, cilado qoftë situata. Dhe natyrisht kujdes kryesor turistët të cilët janë të ekspozuar më shumë ndaj ushqimeve të konsumuara jashtë ambienteve të shtëpisë për arsye të turizmit, po edhe në aktivitetet që ata realizojnë për të shmangur traumat dhe problemet e ardhura nga do. Respektimi këtyre këshillave ndihmon në parandalimin e problemeve shëndetësore dhe në lehtësimin e situatës në shërbimet e urgjencës.